Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Infitar, ajetet nga ajeti 6 deri te ajeti 12. Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. O njeri, ç'të mashtroi ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, i cili të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi, dhe që të ka mbrojtur në çfarëdo forme që ka dashur. Por jo, ju e quani të gënjeshtërt gjykimin pas ringjalljes, ndonse mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të nderuar që din gjithçka që bëni. Komentimi. O njeri, ç'të bën ty të jesh mendjemadh? Ajetet që cituam më lart flisnin për ringjalljen, ndërsa ajetet që do të komentojmë tani flasin për zgjimin e njerëzve nga gjumi i pavëmendjes dhe vëmendjes që njeriu ka ndaj përgjegjësive karshi krijuesit të tij. Në fillim Allahu i madhëruar i ka vendosur atij një publik dhe me mirësjellje duke zgjuar njeriu e pyet: O njeri, ç'të mashtroi ty që nuk i besove Zotit tënd bujar? Në këtë rast, fjala insan, njeri, është marrë si shembull i njerëzimit. Në këtë term, përmbledhen të gjitha privilegjet që ka njeriu mbi krijesat e tjera të kësaj bote, ndaj edhe njeriu është vendosur në rolin e adresuesit, mëtej atë e vendos përballë Zotit, i cili është krijuesi i tij bujar, Rabb. Duke qenë se krijuesi e ka mbështetur vazhdimisht njeriu, ka marrë përsipër edhe edukimin edhe përsosmërinë e tij, duke qenë se krijuesi është bujar, njeriu e ka ulur mbi mirësitë dhe mbi të gjitha dhuratat materiale dhe shpirtërore, pa i kërkuar dhe pa pritur nga ai asnjë gjë në këmbim si shpërblim. Allahu nuk i vë në dukje gabimet e njeriu, ndaj me bujarinë e tij të gjithanshme i fal ato. A është e denjë që një krijesë e tillë të jetë mendjemadhe ndaj një krijuesi të tillë, ose për një çast të harojë të përhumbet dhe të mos e zbatojë urdhrin e një mbrojtësi të tillë? Në hadithin e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet, kur recitoi këtë ajet tha: padituria dhe ignoranca e ka bërë njeriu të jetë i pavëmendshëm. Këtu bëhet e qartë se qëllimi është i tillë që duke u mbështetur te çështja e atributit dhe mirësisë së Zotit, që kontrollon dhe ushqen universin si dhe te bujaria e tij, bën që mendjemadhësia, pavëmendshmëria dhe neglizhimi i njeriu të thyhet, në mënyrë të tillë që disa menduan se qëllimi i indoktrinimit të njeriu në tokë është kërkimi i ndjesës dhe në përgjigje të tij thotë: mirësia mua më ka bërë mendjemadh. Fudail ibn Iyad ka transmetuar, e pyetën nëse në ditën e Kiametit Zoti do të thras e do të pyes ty: ç'të mashtroi ty që nuk i besove Zotit tënd bujar? Ti, si do t'i përgjigjesh? Do t'i përgjigjem kështu: perdet që kisha hedhur për mbi mëkatet e mia mua më bën të pavëmendshëm dhe mendjemadh, tha ai. Kjo fjali nuk është në përputhje me kuptimin e ajetit, por në krahun e kundërt. Ajo është e vendosur përballë vargut kryesor, ajo ka për qëllim thyrjen e mendjemadhësisë dhe zgjimin nga gjumi i neglizhencës dhe nuk ka për qëllim hedhjen e perdes së re mbi perden e neglizhencës. Si rezultat nuk është e denjë që ajetin ta largojmë nga qëllimi që ka dhe të marrim rezultatin nga ana e kundërt e tij. Fjala garrake vjen nga fjala el gurur, që në origjinal ka kuptimin neglizhencë në kohën e zgjimit, mashtrim. Sipas një interpretimi tjetër, ka kuptimin e neglizhencës në një vend ku njeriu nuk duhet të jetë neglizhent, për shkak se fjala neglizhencë në disa raste është edhe burimi i kokrisjes ose i mendjemadhësisë, edhe në këtë rast fjala gurur, mendjemadhësi është komentuar me po këtë kuptim sepse dhe shejtani ka këtë emër, pasi gurur, mendjemadhësia vjen nga ai sepse ai bën njerëzit neglizhent dhe mendjemdhenj duke i gënjur me veset e tyre. Për fjalën kerim janë dhënë interpretime të ndryshme, si për shembull disa thonë se fjala kerim, bujar, përfshin atë person që të gjitha veprat e tij janë mirësi dhe kurrë nuk kërkon të përfitojë nga bujaria e Zotit. Disa thanë se fjala kerim i përket atij që është bujar me atë që ka dhe fal atë që nuk është e nevojshme. Disa thanë se kerim, bujar, është ai që pranon edhe gjën më të vogël dhe në këmbim të saj jep një çmim shumë të madh, por në të vërtetë të gjitha këto, sa u thanë për fjalën kerim, bujar, nëse do të merret parasysh madhështia e Allahut, sikurse është bujaria e tij, nuk janë të mjaftueshme për ta përshkruar si duhet. Por përsa i përket bujarisë së Allahut, është e mjaftueshme të kujtohet mëshira e tij e pakufishme, ndërkohë që mëkatari nuk kënaqet me kaq, por mëkatet për atë që e meritojnë ai kthen në mirësi.
prijesi i besimtarve, Ali ibn Ebu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, në komentim të këtij ajeti, midis të tjerësh thotë, ky ajet është argumenti më i goditur për ata që e dëgjojnë dhe është shfaqësimi më i vendosur përballë personave me ndjemdhenjë dhe atyre personave që ignorancën dhe paditurinë e konsiderojnë guxim dhe arrogancë. O njeri, çfarë të bën ty që të kesh guxim ndaj mëkateve, ç'të shtyn që ti jesh i kënaqur kur shkatron vetveten? A nuk është e kot kjo sëmundje? Po ky gjumë, a nuk të shtyn të zgjohesh? Përse, të paktën për aq sa ke mëshirë për të tjerët, ke mëshirë për veten tënde? Ti sa herë që shikon dikën në rrezet e diellit përvolues, i bën hije. Sa herë që shikon të smur që nuk i durojnë dhimbjet, ti qan për tanga dhe mshuria. Pra ç'të bën ty që t'jesh i durueshëm me sëmundjen e ç'të bën ty të jesh i duruar ndaj mëkateve, ndon se je dorëzuar për të qarë për veten, ndërkohë që njeriu më i dashur pranë teje është vetja. Si nuk zgjohesh nga frika natën, se mos ndoshta të vjen ndonjë e keqe, edhe pse je në mëshirë të fatit dhe jeton në mbretërinë e tij. Eja, me ilaçin e vendimit dhe të vendosmërisë për të kuruar veten, shëroje sëmundjen e neglizhencës ndaj Allahut, largoje nga vetja gjumin e neglizhencës, gjumin që t'i ka mbyllur syt. Eja dhe bindju Allahut, afrohu tek ai. Mendoje mirë kohën kur ti neglizhon Allahun. Ndon se ti neglizhon, ai përsëri ty të fal plot mirësi. Ai të thret duke të vendosur nën petkun e mëshirës dhe të mirësive të tij. Ndërkohë që ti o njeri ke kthyer shpinën atij dhe je drejtuar diku tjetër. I madh është Zoti, i cili me mirësinë dhe fuqinë e tij është bujar, ndërsa ti o njeri me mangësi dhe dobësinë tënde sa shumë guxon të mëkatosh. Mëtej, pasi flet për mënyrën e zgjimit të njerëzve, flet për bujarinë dhe mirësinë e Zotit, duke ndarë atë në 4 stade. Allahu thotë, cili të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi dhe që të ka mbrojtur në çfarëdo forme që ka dashur. Kështu shpjegohen 4 mënyrat apo stadet e krijimit, pra të krijimit kryesor, e mëtej sistemimi. Pas sistemimit me ajete të shkurtra por shumë kuptim plota sqarohet mënyra e vendosjes së gjithçkaje. Në stadin e parë paraqitet origjina dhe gjëja më kryesore e krijimit, duke sqaruar se njeriu është krijuar nga një lëng që nuk ka asnjë vlerë që qëndron në mitrën e nënës. Mëtej shpjegon se vjen stadi i sistemimit, çdo pjesë e tij vendoset në vendin e caktuar në një mënyrë shumë të saktë. Nëse e vështrojmë njeriu se si është ndërtuar duke marrë një nga një gjymtyrët e tij, do të shikojmë përkëdheljet dhe mirësitë hyjnore në çdo njërin prej gjymtyrëve. Aty do të shikojmë fuqinë, bujarinë e shumë mirësi të tjera që na janë dhuruar nga Zoti. Aty shfaqen mrekulli që ndiqen nga shkencëtarët prej qindra vitesh. Kur pyeten për këto mrekulli, ata thonë se akoma janë në fillim të fletores. Mëtej flitet për stadin e tretë. Në këtë stad radhën e kanë mirësitë që janë të mirë menduara dhe të harmonizuara me njëra tjetrën, sikurse është ekuilibri midis gjymtyrëve të trupit dhe marrëdhënia e tyre me njëra tjetrën. Trupi i njeriu qëllimisht është ndërtuar në 2 pjesë. Këto 2 pjesë janë në simetri me njëra tjetrën, duart dhe këmbët, syt dhe veshët, kocka dhe skeleti i trupit, nervat dhe muskujt e të tjerë. Të gjitha këto janë në 2 pjesët e trupit, si dhe janë në proporcion dhe plotësues të njëri tjetrit. Përveç këtyre gjenden pjesë dhe gjymtyr të tjera që janë plotësues të njëra tjetrës, si për shembull aparati frymëmarrjes që ndihmon në qarkullimin e gjakut. Për të përtypur një kafshat ushqim janë të nevojshëm dhëmbët, gjuha, gjendrat e poshtymës, si dhe muskujt përreth gojës, po ashtu edhe gryka. Të gjitha këto bëjnë që ajo kafshat të përtypet lehtë. Nga këtu, e mëtej harmonizohen edhe shumë gjëra të tjera që ushqimi të përtypet dhe trupi ta pranojë atë. Të gjitha këto bëjnë që trupi të ketë fuqinë e nevojshme për të përpjekur dhe për të lëvizur. Të gjitha këto që ne tham janë të përshkruara në një fjalë e cila është fa'adelek. Disa këtë fjalë kanë përshkruar me atë që njeriu është i drejtë në mesin e llojeve të kafshëve, gjë e cila konsiderohet si virtyt për njeriu. Ky kuptim është më i lidhur dhe më i përputhur me stadet që do vinë, ndërsa kuptimi më parshëm është më i përmbledhur. Po, Zoti e ka dalluar njeriu nga krijesat e tjera, sikurse janë kafshët dhe gjallësat e tjera. Njeriu ka një natyrë të zgjuar, si dhe është i gatshëm të pranojë çfarëdo lloj dije dhe ta mësojë atë. Një tjetër ndryshim është se fytyrat e njerëzve janë të ndryshme, sikurse është thënë edhe në ajetin 22 të surës Ar-Rum. Ndërmjet shenjave të tij janë krijimi i qiejve, i tokës dhe shumëllojshmëria e gjuhëve dhe ngjyrave, racave tuaja. Përveç kësaj, njeriu ka edhe ndryshimet e jashtme, të cilat nuk janë vetëm në paraqitje, por janë edhe në fuqi, shije e të tjerë. Të gjitha këto në vetvete kanë mirësinë e tyre që shoqëria të vijë shëndetshme dhe të sigurojë të gjitha nevojat që ka. Kështu paraqitja e jashtme dhe e brendshme e njeriu të jetë plotësuesi njëri tjetrit. Si përfundim mund të citojmë ajetin 4 të surës At-Tin, ne e krijuam njeriun në trajtën më të përkryer. Me pak fjalë, në këto ajete dhe në shumë ajete të tjera të Kuranit, Allahu këtë njeri me ndjemadh dhe harues e detyron veten në mistik, që nga fillesa e krijimit të tij në mitrën e nënës e deri në momentin e lindjes së tij.
që aty e mëtej, Zoti e vëzhgon njeriu me shumë saktësi derisa të zhvillohet plotësisht. Mëtej Zoti kontrollon që njeriu në çdo hap dhe në çdo çast të furnizohet me mirësi të reja. Kështu njeriu duke pasur të gjitha këto mirësi nuk do të përhumbet në neglizhencën e tij, por do të jetë më falëndërues dhe do të mbajë përgjegjësitë që i takojnë mbi supet e tij. Kurani flet se kush është arsyeja dhe shtysa e gjithë kësaj neglizhence, por jo, ju e quani të gënjeshtërt gjykimin pas ringjalljes. Pra çështja e neglizhencës nuk është mirësia që Allahu ju ka dhënë njerëzve e as nuk është bujaria e tij, por një tjetër gjë shumë e rëndësishme që është mosbesimi i njerëzve në ditën e Kiametit, në ditën e ringjalljes. Njerëzit duhet të mendojnë për këtë ditë, ditën e ringjalljes. Nëse i vështrojmë njerëzit me shumë saktësi, shikojmë që njerëzit mohues dhe neglizhent, thellë në shpirtin e tyre, në shumicën e rasteve dyshojnë dhe e mohojnë Kiametin. Në zemrat e tyre ka zënë rrënjë frika, shkaqet e tjera apo më mirë pretekstet e tjera që ata paraqesin nuk janë argument për atë që thonë. Nëse themeli besimi do të forcohej, kjo neglizhencë dhe mendje madhësi nuk do të ekzistonte, por do të zhdukej. Qëllimi i përdorimit të fjalës e din. Në këtë rast ka të bëjë me dënimin dhe ditën e dhënies së llogarisë. Disa janë të mendimit se fjala e din përfshin fen islame. Ky mendim nuk rezulton si argument i drejtë sepse boshti i fjalimit në këtë rast është cituar në ajetin e mësipërm. Më pas, për të larguar shkaqjet e mendjemadhësisë dhe të neglizhencës, si dhe për të përforcuar besimin në ditën e ringjalljes, thotë: "Ndonë se mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë. Rojtarët që ju vëzhgojnë dhe ju ruajnë ju kanë një pozitë të lartë pranë Allahut. Ata janë ruajtësit që shënojnë veprat tuaja, shënues të nderuar. Ata janë në dijeni për gjithçka që ju veproni, ata dinë shumë mirë gjithçka, dinë gjithçka që bëni." Në këtë rast, el hafidhin janë ëngjit që janë caktuar të mbrojnë dhe të ruajnë veprat e njerëzve, si veprat e mira ashtu edhe veprat e këqija. Këto vepra në ajetin 18 të surës Qaf janë interpretuar me fjalët Raqib dhe Atid. Për çdo fjalë që ai thot, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. Njeriu nuk mund të flasë apo të kryejë një veprim dhe që pranë tij të mos ndodhet engjëlli që është kujdestari i tij dhe është caktuar për të kryer detyrën e tij. Në këtë sure në ajetin më sipër thot: "Dy ëngjëj i rinë atij nga e djathta dhe e majta." Kujtoni kohën kur dy ëngjëj në krahun e djathtë dhe të majt kujdesen për ju dhe shkruajnë veprat tuaja. Gjithashtu edhe në disa ajete të tjera është folur për engjëjt që janë mbikëqyrësit e veprave tona. Padyshim që Allahu para çdo kujt dhe më mirë se çdo kush është dëshmitar dhe vëzhgues i veprave tona, por për ta theksuar më tepër ndjenjën e përgjegjësisë së madhe ka vendosur kujdestar të shumt që një grup prej tyre janë këto engjëj. Përveç këtyre ka edhe kujdestar të tjerë të cilët kanë mbuluar çdo pjesë. Shumica e tyre janë në mbikëqyrjen e dëshmitarëve në ditën e Kiametit. Këtë çështje kemi cituar në 7 pjesë në vazhdim të ajeteve 20-21 të surës Fussilet. Këtu po përcjellim në formë të përgjithshme 7 pjesët. E para, në fillim Allahu i madhëruar thot: "Në çfarëdo pune që t'jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju të thelloheni në të." E dyta, mbikëqyrësit e tjerë janë profetët dhe pasardhësit. Si do të bëhet kur prej çdo populli të sillin dëshmitar dhe të sillin ty o Muhammed për dëshmitar mbi të gjithë ata? E treta, më pas vin duart, gjuha, këmbët dhe të gjitha gjymtyrët e trupit të njeriut, atë ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë. E katërta, mbikëqyrësi 4 në radhë është lëkura e njeriut, veshit i tij dhe syri i tij. Kur të vinë afër zjarrit, kundër tyre do të dëshmojnë veshët, sytë dhe lëkurat e tyre për atë që kanë bërë. E pesta, janë engjëjt, çdo shpirt do të vi shoqëruar me një ëngjëll grahës dhe një ëngjëll dëshmitar. E gjashta, më pas vjen toka, ku njeriu ka jetuar, ku është bindur dhe ku ka kryer mëkate. Atë ditë ajo do të tregoj lajmet e saj. E shtata shkoha, ajo do të flasë kur janë kryer veprat. Transmetohet nga Imam Aliu paqja e Zotit qoftë mbi të se ka thënë: "Kur vjen një ditë e re, ajo i thot njeriut: o biri i Ademit, unë jam një ditë e re dhe do të jem dëshmitare për ty." Në librin Ihtijajul Tabarsi shkruhet si një person e pyet Imam Sadikun paqja e Zotit qoftë mbi të se cili ishte shkaku i ekzistencës së engjëjve kujdestar, të cilët mbajnë shënim veprat e njerëzve, ndërkohë që Zoti të gjithësisë nuk i fshihet asgjë, ai di çdo gjë që mund të jetë e fshehtë. Imam Sadiku paqja e Zotit qoftë mbi të ju përgjigj: Zoti këta engjëj i ka ftuar që ta adhurojnë atë, ata i ka caktuar si dëshmitar për robt, që robt
për hir të përkujdesjes së engjëjve të jenë më të kujdesshëm për t'u bindur Zotit. Kështu ata do t'i largohen mëkatin ndaj tij. Ka plot robër të Zotit të cilët nisen të kryejnë një mëkat, e kur kujtohen se në krahët e tyre gjenden dy ëngjëj, të cilët shkruajnë veprat e tyre, i largohen mëkatit, duke thënë: Zoti më shikon mua dhe engjëjt, të cilët janë kujdestarët e veprave, do të dëshmojnë. Përveç kësaj, Allahu me mëshirën e tij ka caktuar përgjigjes të robëve që nëpërmjet urdhrit të Zotit ata të largojnë shejtanin nga ata si dhe kafshët që janë në tokë, si dhe ngjarje të shumta që njerëzit nuk i shikojnë derisa të vijë urdhri i Allahut dhe ata të vdesin. Nga ky transmetim mund të kuptohet fare mirë se ata janë caktuar të jenë përgjegjës për të regjistruar veprat dhe për të ruajtur njerëzit nga ngjarje të pakëndshme, si dhe nga dëmtuesit dhe vezveset e shejtanit. Ajetet e mësipërme duke shpjeguar engjëjt thonë se ata kanë një pozitë të lartë pranë Zotit që njerëzit të jenë më të kujdesshëm ndaj veprave që kryejnë, sepse sa më shumë mbikëqyrës me pozitë të ketë për mbi veprat e njeriut, aq më shumë njeriu do të kujdeset për veprat e tij dhe nëse do të mëkatojë, aq më shumë do të turpërohet. Fjala Katibin tregon se ata nuk mjaftohen me faktin e të mbajturit mend të një diçkaje, por e shkruajnë dhe regjistrojnë atë me saktësi. Kështu në këtë mënyrë atyre nuk u ikën asgjë sepse ata regjistrojnë si të madhen ashtu dhe të voglën. Fjalia, ata e din atë që kryejnë, përsëri thekson edhe një herë se ky realitet, pra mbajtja shënime të gjitha veprave tona pas një përjashtim, është ekzistente ndaj edhe ata janë në dijeni të veprave tona. Po ashtu të gjitha këto interpretime janë shpjegues për lirinë dhe vullnetin e lirë të njeriut, sepse nëse njeriu nuk do të ketë lirinë e tij, atëherë të gjitha këto regjistrime të veprave të njeriut nuk do të ishin të drejta dhe nuk do të kishin asnjë kuptim. Por nga ana tjetër të gjitha këto tregojnë se çështja e dhënies së llogarisë është çështje shumë e vështirë dhe serioze, sepse vetë Allahu kësaj çështjeje i ka kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme. Është e mjaftueshme vëmendje ndaj kësaj çështjeje sepse ajo e edukon njeriu për të njohur me përgjegjësitë e tij, si dhe ndikon jashtëzakonisht mbi veprat që janë në kundërshtim me të. Hulumtim. Kujdestarët e regjistrimit të veprave. Jo vetëm në ajetet e mësipërme, por edhe në shumë ajete të tjera dhe në shumë transmetime është cituar se Allahu ka caktuar kujdestar për çdo njeri, të cilët kujdesen për veprat e njerëzve si për veprat e mira ashtu edhe për veprat e këqija. Në këtë mënyrë bëhet gati libri me të gjitha veprat që njeriu ka kryer për ditën e dhënies së llogarisë. Për sa u përket cilësive të këtyre engjëjve, janë cituar interpretime me shumë kuptim, të cilat e zgjojnë njeriu. Dikush e pyet Imam Musa ibn Xhaferin, paqja e Zotit qoftë mbi të, dy engjëjt që janë caktuar për të shkruar veprat e njeriut, a janë në dijeni edhe për niyetin e mirë dhe të keq të njeriut? Imami i paqja e Zotit qoftë mbi të i përgjigjet: a është e njëjtë era një pusi me ujë të pastër me atë të parfumit? Ai tha jo. Imami i paqja e Zotit qoftë mbi të tha: kur njeriu të ketë niyetin për të bërë një punë të mirë, fryma e tij ka aromë të mirë dhe engjëlli që i qëndron në krahun e djathtë të tij që është caktuar të shkruajë të mirat e tij, i thot engjëllit të krahut të majt: ngrihu sepse ky njeri ka vendosur të kryejë një punë të mirë. Kur ai e kryen atë, gjuha e këtij njeriu bëhet lapsi i engjëllit, pështyma e tij bëhet boja e lapsit. Në këtë mënyrë regjistrohen veprat. Por kur njeriu ka për qëllim të kryejë një mëkat, nga goja e tij vjen erë keqe, engjëlli i krahut të majt i thot engjëllit të krahut të djathtë: ngrihu sepse ky njeri ka për qëllim të bëjë mëkat. Kur e kryen mëkatin, gjuha e tij bëhet laps dhe pështyma boj, kështu shkruan mëkatin. Ky hadith tregon më së miri se niyeti i njeriu ndikon te gjithë qenia e tij dhe engjëjt janë në dijeni për sekretet e brendshme të njeriu. Po të mos ishte kështu, ata sigurisht që nuk do të mund t'i shkruanin veprat e tyre. Duhet të dihet se sikurse niyeti i pastër ndikon në vlerësimin e njeriu, ashtu edhe niyeti i keq ndikon jashtëzakonisht. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në një hadith të njohur thot: veprat kanë lidhje me niyetet që ju keni. Diçka tjetër na bëhet e qartë se gjuha jon bëhet penë dhe pështyma jon bëhet boj për engjëjt. Ata janë urdhëruar që kur një njeri të ketë niyet për të bërë një punë të mirë, ta regjistrojnë si mirësi, por në momentin që e kryen atë punë të mirë, njeriu t'i shkruhen 10 mirësi, ndërsa kur njeriu bën niyet të bëjë një punë të keqe, për sa kohë nuk e ka kryer atë, për të nuk shkruhet asgjë, por në momentin që njeriu e kryen mëkatin, atij i shkruhet. Ky interpretim është shpjeguesi i mëshirës së Zotit ndaj njerëzve që niyetin e mëkatit e fal për njeriu, ndërsa për kryerjen e mëkatit Zoti jep dënimin sipas rregullave të drejtësisë. Përsa i përket rrugës së bindjes, çdo nijet është mirësi dhe për çdo punë të mirë e shpërblen sipas punëve të mira dhe jo sipas rregullit të drejtësisë. Kjo gjë është shtyes dhe nxitje për të kryer punë të mira. Në një hadith tjetër thuhet se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pasi flet për ekzistencën e këtyre dy engjëjve, regjistrimin e mirësive me shpërblimin e 10 mirësive, thot: kur njeriu kryen një punë të keqe, engjëlli i krahut të djathtë i thot engjëllit të krahut të majt: mos nxito por ta
shkruar këtë mëkat, ndoshta do të bëjë ndonjë punë të mirë pas kësaj që ka bërë, e mëkati i tij të mbulohet. Kur njeriu pendohet, mëkati falet, sepse engjëjt nuk e shkruajnë mëkatin për 7 orë. Nëse për këto 7 orë njeriu nuk pendohet dhe nuk kryen një vepër të mirë, engjëlli krahut të djathtë i thot engjëllit të krahut të majt ta shkruaj mëkatin që ka bërë ky mjeran fatkeq. Në një tjetër hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet, kur besimtarët duan të flasin me njëri tjetrin diçka personale, mbrojtësit e veprave i thon njëri tjetrit të largohen nga ata, se ndoshta kanë ndonjë sekret që Zoti ua ka mbuluar. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, në njërin nga hutbet e tij, ku i fton njerëzit për devotshmëri, thot, dijeni o robët e Zotit se për ju janë vendosur mbi qyrës ata që ndrojnë në trupin tuaj, dijeni ata janë llogaritësit e drejtë, do të regjistrojnë veprat tuaja, po ashtu ata mbajnë të shënuar edhe numrin e frymëmarrjeve tuaja, ju nuk mund të fshiheni nga ata as në errësirën e natës dhe as nga dyert e forta, e nesërmja është afër.